të limoni dhe lemon. E zoj, të fresh mama. Jo. Të dali me mamë? Ku do iki goqa? Ku do iki goqa ime? Të dali me mamin. E lemi qoqet e mamin. Të vjene goqa. Të goqa e qoqa me e mile mami tani. Qoqa mami që do vjene mami. O gjojë. Që të vjene? E të qëri. Tu. Okej. E me do dhe mund përna. Jam të gati unë, o gjojë. Dhe shikon në gjë stafti. Se të le ka shirën këtu? E le tani? Se zoj. Tani. Ti nuk të le, o drit. O drit gjëllë, si? Të veshin me zoj. Që të veshi goqa, të veshi fustan me geta? O, bravo, të veshi goqa me fustan. Të veshi bukur goqa. A zoj? A drit? Të veshi mami bukur. Se do dalin, dhe goqa duhet të bukulle kula podësh. Hej goqa, mirë se erdhët në kanalin tim. Si që pat dhe më përpara isha duke u bërë gati sepse tani mbas dite për darkë të themi do shkojmë me gocat me dy shoqet e mia tek kinezi, me qenë se kemi kohë pa shkuar. Edhe isha duke u bërë gati në fakt tani, Zoja është pak në gjumë, neve në orën 4 e pak duhet të nisemi. Unë tani i përgatita Zojt edhe ushqimin që do t'i marrë me vete, se normalisht edhe ajo do t'haj, kur të shkojmë atje na shikon neve. Edhe i kam bërë këtu tërshër me kos edhe me moll. Dhe i marrim edhe lugën, ujin i kam aty me vete. Po i marrë gjërat me vete, janë veshur, janë bërë gati, buzët nuk i kam lyer, do ju tregoj veshjen, por këtu nuk mundem se jam në kuzhinë. Tani të mbledh lugën, duhet të mbledh lugën edhe të shikoj çka kam për të bërë. Kjo është veshja. Prisnis. Nuk e pas kam detyruar në ashtu pak më kështu, që të më shikoni më mirë, besoj, nuk e di. Me këto këpucët kështu. Në TikTok kam bërë video se cilën nga 3 veshjet që kisha ndërmend, do me thënë, të zgjidhja dhe vendosa për këtë. Ato të tjerat në fakt, edhe ato janë të bukura, por veshja e parë ishte pak, nuk më rrinin mirë pantallonat, tutat, si quhen këto, dhe bluzja lart ishte jo shumë komode. Kjo ishte veshja e dytë që zgjodha, ndërsa te veshja e tretë nuk më pëlqente më shumë ngjyrat për tani ndarket, se edhe ato ishin jeshile, por jeshile shumë e theksuar, edhe vetëm dhe me ngjyrë të bardhë ose si ngjyrë qumshti, dhe nuk më pëlqente për tani ndark. Ajo është për ditën më shumë. Dhe vendosa për këtë, për veshjen e dytë, mendoj se kjo është veshja okay. Ka këto dy lidhset, më rri më mirë, edhe nëse dëshironi më ndiqni dhe në TikTok, atje është video që kam bërë, që kam postuar. Normalisht do postoj dhe atje se çfarë kam zgjedhur, por po ua tregoj edhe juve këtu. Flokun e kisha më dyshje se çfarë t'i bëja në fakt. E lash një herë lëshuar, pastaj thash Romilda, e di ç'ke, kape më mirë, sepse je me fëmijë të vogël, jo atje ka njerëz, do lëvizesh, do shkosh do marrësh për të ngrënë, jo rruga, edhe okay, do djërsis, do rri gjithkohës duke prekur flokut, kështu që më mirë i kapa kështu. Mendoj se është okay, kam vendosur këto vethët. Dhe kaq. Po mendoja të marrë një çantë apo mos ta marr. Jam në dilemë për të marrë një çantë dore vet,
sepse kam çantën e madhe që kam gjërat e Zoit edhe atëherë për çfarë ta marr kur e mendon, sa për ngarkesë jo, por nuk e di. Do bësh një foto, do thuash edhe kaq, po mund ta bësh foton edhe pa çantë. Nuk e marr fare. Kam çantën e madhe që kam futur gjërat e Zoit edhe mjaftohen për me atë sportiven. Kështu që është okay. Tani, ora është 4:25, se po e shikoja, më duk sikur ka ngelur lidhje me atë, por jo. Dhe ne në orën 4 e pak do nisemi, se në orën 5:30 kam rezervuar, 5:30-6 atëherë, por arrim, nuk është se nuk arrim. Do jo marrë me vete Brazilia. E fika sepse e mbylla kamerën, sepse më erdhi një post dhe më erdhen këto për flokët, sepse do lyej flokët këtë javë. Uroj që nesër të më vi boja. Ky është oksidanti dhe nuk e di, ndoshta e bëj vlog, ndoshta jo, do të shikoj. Do ta bëj të ky vlogu bashkë me këtë ditën e sotme, a do ta jetë këtë ditën e sotme, nuk e di, do ta shikoj. Si do shkoj, nëse sot vonohet vlogu për ta postuar, besoj se do vonohet se ne do vonojmë ande, kështu që sot nuk e postoj dot këtë vlogun, kështu që do pres t'i bashkoj të dyja, të lyejmë dhe vlogun dhe t'i shohim. Tani ika sepse po shkon ora, duhet ta marr Zoin, ajo është në gjumë, vjen keq, po s'kam çfarë të bëj, do fleri në karrocë edhe do dal. Për pak ngatruam. E me se nuk e ngatruam shumë, jo. Një stacion kemi ngatruar, por është afër. Është afër. Hesa të bën mirë të ecim pak. Do edhe 10 minuta të hapet, ne jemi pak herët. Jemi këtu brenda edhe për momentin nuk ka shumë njerëz, por janë duke ardhur. Unë jam këtu me Zoin, shoqet e mia kanë ikur të marrin gjërat që do hanë, ushqimet që do hanë, ndërsa unë duhet të pres që të vinë ato të shikojnë Zoin. Dhe kemi dhe ushqimin e Zoit këtu, mos mendoni se do hanë vetëm neve. Përshëndetje nga një ditë tjetër, nuk kam filmuar më që të njëjtën që kur isha te Kinezi me shoqet e Azjamingu. Sot është e shtunë dhe thash të hapa kamerën. Nuk është se kam shumë gjëra interesante për të treguar, se nuk është se kam bërë ndonjë gjë interesante. Do u tregoj tani se më ka ardhur një bashkëpunim dhe kam marrë atlete për vetëm, për burrin edhe një çantë. Por përpara se t'i tregoj këto, doja që të diskutoja diçka me juve që nuk e di, mendoj se ndoshta i keni parë ose jo, por okej, do thoni ju ndoshta nuk është për të diskutuar, por jo se më bën shumë përshtypje me ato që më ndjekin këtu, që ndoshta më ndjekin edhe tek TikToku. Nuk e di moj motra nise, që ka plasur një negativitet aty të komentet të mija të këto postimet e fundit, sepse do e shikoni të vlogu do me thënë, që do postoj, veshjet që kam veshur atë dite që isha te Kinezi, kam bërë do me thënë një video në TikTok ku kam kërkuar një mendim se cilin nga setet të vishja. Dhe unë kisha 3 sete që jo të gjithë ndoshta mund ta pëlqejnë. Mund të kemë të njëjtën gusto siç kisha unë, domethënë se tani nuk kemi të gjithë njerëzit njësoj dhe prandaj bota është e ndryshme. Çdo njeri ka gustot e veta, mund t'i pëlqejnë veshjet e mia, mund të mos i pëlqejnë veshjet e mia. Por kur shikoj kaq shumë negativitet midis femrave, midis grave, gocave, ku ta di unë,
nuk e konceptoj dot si mundet që një grua të vi edhe, ku e di unë, nëse unë për veten time kur nuk shkoj tek videot e të tjerëve që të komentoj, të them që qoftë edhe me ironi, që nuk e di. Nëse s'ke diçka të mirë për të thënë, mos thuaj asgjë fare, ose thuaje tamam siç është për të thënë, si këshill të themi, ashtu i pranoj, por jo ti të më shkruash mua komente në TikTok që lloj, do me thënë, nëse futeni do i shikoni, jo se unë e vras mendjen shumë, as mendjen, madje mu më rritet shikueshmëria kështu, por më vjen shumë çudi edhe më vjen shumë keq nga këto gra, nga këto femra njëherë që, o zot, nuk e di, kam ngelur shumë kështu, sikur ndale për se s'më kujtohet një koment që kishte bërë dikush, edhe në fakt e kishte kthyer një tjetër dhe nuk e lujta, e lash ashtu, që thoshte që do me thënë nga veshja tregohet njeriu, që zemra apo këtë diun këto gjërat. Nga veshja nuk tregohet. Plus, e thash edhe më larë, jo çdo njeri ka atë gustot e veta. Unë mund të dal edhe me robe gjumë jashtë. Qa punë ke ti? Unë të dal me pijama, se gjithë më ka shkruar që jam pijama, kur ato nuk jam pijama, nuk e di pse ju duket ashtu në video. Gjithsesi unë se vras mendjen shumë, por ndonjëherë këto kështu për shembull jo të vjen keq më shumë, të vjen keq se ku kanë arritur, do me thënë, ka shumë negativitet, ka shumë lef, janë ka shumë të palumtur me jetën e tyre këta njerëz, sa që mundohen që të mërzisin, të themi, edhe jetën e tjetrit. Mua sa se më mërzit shumë, as nuk ma ndjen fare, unë i kthej përgjigjen ndonjëherë vetëm sepse është kjo pjesa e inatit, se kur shikoj disa që të ofendojnë, edhe kur i shikoj që, do me thënë, jo se e bëj krahasimin me veten time, por kur i shikoj që si e mbajnë dhe ato veten, ose nuk e di çfarë fjalë ti thënë, të gjej për shembull, nuk e di. Jo që mund të duket grada e fundit, edhe vinë të ofendojnë ty, ose mosha e mamit tim, ose edhe më të mëdhaja, ose ku ta di unë, të vinë të shkruajnë gjëra që edhe me ironis, këto nuk më pëlqejnë. Një koment kishe bërë, jo, po pranoj edhe këshillat e gjërat, ku i ke këshillat nëse ti flet me ironi. Këshilla është këshill. Ironia është ironi. O, zoti madh. Nejse. Më vjen për qeshur si që thash me këto komentet kështu, por lerë të vazhdojnë, qenë të letlejnë sa të punë kanë, por e gjëja që nuk konceptojo dot është që si vjen një njeri pa të njohur të thot ato gjëra, fshihen mbas një profili edhe falso, apo ku ta di unë, nuk e di më motor, unë kur, nëse unë nuk i them, nëse s'kam një gjë të mirë për t'i thënë dikujt, nuk shkoj fare, e anashkaloj, i bëj një skip, edhe kaq mbaroj muhabeti, se zjata 5 minuta të fol për këtë, por jo se ne jemi, do me thënë, njerëz publik, dhe kanë të drejtë çdo njeri të vi, të ofendoj, të ironizoj, apo këtë di unë qa mund të thot, këtë gjë, se nuk është e drejtë kjo gjë, nuk është e drejtë. Gjithsesi, tani ti marr duke se mu zgjuzoj tani. Tani mu zgjuzoj, ato gjëra do ja tregoj më vonë, sepse duhet më shku me marzoj. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Dje nuk filmova me, pasi ju zgjua Zori, që e keni parë dje, shkuam direkt në supermarket, sepse mbyllen më vonë deri në orën 9, shkuam në supermarket, pastaj nga marketi, shkuam tek
disa miqtanë për darkë edhe jemi kthyer vonë, edhe unë harrova t'ju tregoj edhe produktet, të më thënë ato që kam marrë, që bashkëpunoj. Kështu që më duhet që ta filmoja sot. Jemi zgjuar sot, kemi pi kafen e ditës dhe jam marrë deri tani që është ora 3 me punët e shtëpisë mbasi erdha nga kafja, edhe do t'i tregoj diçka. Po ha misra dhe e dini ku i kam bërë? Ju sugjeroj edhe juve se kanë super shije në air fryer. Nuk e di, pas ka një shije tjetër që vetëm provojni dhe do më thoni. U bë kanë më goca, nuk e di, nona, unë kur të marrë prap misra do t'i pjek aty, sepse gjithmonë me mendim se të zjerë nuk është se i dua, nuk më pëlqejnë shumë misrat e zjerë, por kështu të pjekur që kanë super shije. Tani, e mbyllim sot këtë videon, sepse u zjata pak, por do e mbyllim duke i treguar këto bashkëpunimin që kam me këtë faqen, që nëse shkoni në Instagram aty do gjeni linkun e faqes dhe do shikoni produktet që i ka me super cilësi, me thënë të drejtën. Unë kam marrë këto atletet samba, por kam një problem të vogël që i kam pak të vogla më vrasin. Me thënë të drejtën, edhe nuk e di fare, i kam shkruar faqes dhe se di qa do bëhet, a do më ndrojnë apo jo, a do më sjellin të tjera, edhe pse është 38 kjo, por pas ka prerje të vogël. Mezi i kam pritur këto atletet edhe ja, që çfarë ndodhi. Janë kështu. Por kanë super material, nuk flas, shikojni. Këto i marrë për vete, kam marrë dhe një palë atletet të tjera për burë. Që këto janë, për mendimin tim, këto futen edhe të atlete serioze, edhe pak sportive. Të nxjerr vetëm njërën, janë kështu. Janë të bukura, të lezetshme, lëkur, dhe janë fiksa ashtu si që do ai, sepse ai ka i natë lidhëset dhe janë vetëm elastik këtu. Këto i mora për burrin. Tjetër, të mbarojmë të video sa më shpejt, pastaj kam të marrë pak plurat e shtëpisë, se Zojin e kam gjumë edhe pak në zërës e rëzgjuar, edhe pastaj ngelim punët pa u bërë. Punët i kam bërë thjesht, duhet që të marrë plurat, jo do me lavatrice, robe, këto kam ngelur. Dhe tjetra që kam marrë për vete, që e kam hequr nga çanta e vetë që e mban edhe nga kartoni, e mora kështu, është kjo çanta që ka goca një super material, nuk e di do me them, unë nuk është hera parë që bashkëpunoj me këtë faqe, shikoni pak materialin. Është super material, këtu nga brenda, është kështu. Made in Italy, me numrin këtu, çdo gjë. Nuk është hera parë që unë bashkëpunoj me këtë faqe, me thënë të drejtën, edhe më pëlqejnë shumë materialet që kanë, sidomos të çantave njëherë, por edhe të atleteve, por të çantave i kanë super, edhe nëse dëshironi, nuk është se unë thjesht po va tregoj këtë, nëse jeni të interesuara, sepse kanë çmime vërtet fantastike, do i gjeni tek Instagrami im. Nuk është sa ta më thamë unë na bëjti një publicitet apo një reklam në YouTube, unë po va tregoj vetë, sepse ndoshta ndonjëra i ka qef, do të blej dhe mund të futet atje. Unë akoma nuk kam folur me faqen edhe të drejtën që të më japin kodin ose diçka, por gjithsesi
mund të futeni tek TikToku im, sepse atje do ta hedh kodin e gjitha. Nëse do m'japin një kod uljeje, ose nëse do më thonë thjesht që për përdoruesit e rinj e di që e kanë gjithmonë atë pjesën e uljes së transportit, ose fitojnë një përqindje ulje, diçka e tillë. Gjithsesi, këto ishin, unë po e mbyll për këtë vlog, dhe doja ta bëja vetëm një ditë në fakt, por kjo u zgjat dhe okay, s'ka problem. E di që ju kam thënë që duhet të bëja maska, po ja, ç'a bëhet. Edhe çfarë po e mendoja. Sepse jo del një gjë tjetër, ikën ditët dhe janë ngela pa bërë. Nuk ju them me, kur të bëj, do bëj. Uroj që të më kuptoni. Se vërtet që kam qenë e zen. Jo më vin pako, jo bashkëpunimet, jo YouTube-i, jo Instagrami, jo TikToku, jo Zoi, jo punët e shtëpisë, kështu që edhe gjej goxha kohë, domethënë, për t'i bërë gjitha këto, mundoj më gjej goxha kohë. Prap mirë jam. Tani, ju përshëndes, mos harroni të më bëni like, share edhe subscribe për të parë video të tjera. Në videon e radhës besoj se do luajm flokët së bashku, do ju tregoj bojën e gjitha, sepse e kam porositur bojën edhe besoj se më vjen deri të mërkurën, kështu që mos harroni të më bëni subscribe. Tani ju përshëndes edhe do shihemi në video të tjera.